Mirë, nëse dikush pyet, e çka është me koni devotshëm? Çka i bën me koni devotshëm? Ne para se me dhënë përgjigje që mund ta kërkojmë dikun, duhet me kërku përgjigjen ku? Në Kur'an. Allahu xhalla wala të ndëruar tek ajeta e xherimet, posa e ka përfunduar ajetin e parë la'allakum tattaqun, e ka përfunduar ajetin e dytë të xherimet. Nëse ai dytë mas ti është i lidhur me të parën, po ajeti i tretë po them. Shahru Ramadan. Që ti ku Allah flet për, domthon Ramazanin se është muaji i agjërimit, se është muaji që ka zbrit Kur'ani, atje Allahu xhalla wala thot në fund la'allakum tashkurun. Që jeni falendërues. Domthon tash po fillon me u detajzu devotshmëria. Atje e përgjithshme i devotshëm, tash tu falendërues. Cila është ajo që e përmbledh tjetrën? Devotshmëria e përmbledh falënderimin. Domthon Allahu xhalla wala po kërkon me qenë të devotshëm, pastaj po e përmend pjesën më të rëndësishme të devotshmërisë që është falënderimi. Andaj ne agjerojmë dhe kërkohet jemi falëndërues. A nuk është pak e pakapshme? E që është koncepti i falënderimit që shumë përmend si me kuptu. Ti kur thush elhamdulillah, kur të hana kur s'han? Elhamdulillah kur han, po. Kur je unë nuk thush elhamdulillah sa unë t'jam. Ja s'thush shtapëm. Thush elhamdulillah ka gjamiri këm hongër. Që shtu thush elhamdulillah. Ti kur thush elhamdulillah, kur je shnash e kur je smut? Shnash. Thush elhamdulillah që më karoj smuj mytive që elhamdulillah. S'thush shtapëm. Ti thush në fund elhamdulillah Zotit, po e thush një farë elhamdulillah pak ma, ha? Na themi elhamdulillah kur kemi. Po atë që e kemi, e cila na mëson me thonë elhamdulillah, është prapë shumë e kufizuar. Domthon, shikoni sa është falënderimi jon ndaj Allahut i kufizuar, që ka ardhur Kurani me zgjeru këtë koncept, që të jetë pjesë e jetës, madje të jetë këtë jetën në falënderim. Na kur themi elhamdulillah? Kur kemi dhe kur ajo që e kemi është e caktuar, jo gjithçka që kemi. Kryesisht njerëzit thonë elhamdulillah, falenderojnë kur kanë atë e cila e ushqen trupin e tyre. A ka njëri që thot, besimtarët ka të uzuar, po flas në përgjithësi, thonë që elhamdulillah në esencë e ka për ushqimin e shpirtit, jo për ushqimin e trupit. Për shembull, me thonë elhamdulillah për namazin shumë më fuqishëm se elhamdulillah për shembull për një telefon që e ke blerë. Cili është elhamdulillah më i fortë? Çto është kuptimi që duhet më u këndell na si musliman. Të ndrum na jetojmë rrethana jo të lehta, na ndikohemi nga shumë kuptime që realisht deformojnë kuptimet tona esenciale apo. Prandaj edhe përmendëm do vëllezër që shumë duke ardhur te xhamia, po në raste tjera ku më thonë se nuk është çështja a hum ku as hum ku që ngon analiza edhe ndëgjon lajme të shumta në televizor çka po ndodh në botë. Sa është të lashë nga, ki vakt nga, sa më nëmë. Se ku është të shtrajt, e rëndësirë ku, po adin ku është të lashë e jam të këto punë. Dhe duke dëgju shumë lajme, analizat shumë të që po ndodh tash me atë pjesë botës, me këtë pjesë botës, me këtë, apo rrështë të këti tash sistemit i të kuptuarit organizohet mbi bazën e çatyre informatave. Tani ti këtë që ka menan është si mbas asaj që ke dëgju. Ajo që ke dëgju është pura pa besim. Jo në kuptim mohimi besimit, po ato lajme që vinë, nuk janë lajme që flasin se Allah është i gjithfuqishëm, se Allah i ka, ato s'flasin kështu. Ato flasin kjo forcë, goditi këtë forcë, taj mujnë që si kjo. Nëse ti ushqesh me si kuptime, ti që këtu filloj me menu tani. Dhe në situatat ma kritike, nuk të kujtohet Allah, po të kujtohet njeri. Andaj na duhet me organizu vetën tonë, që këtë sistemin e funksionimit tonë me ushqim e besim, i cilë në mësën me falenderu Allahun Gjelle Gjelaluhu mbi bazën e gjykimit të Allahut për begatit, jo mbi bazën e
kënaqësisë tonë në shfrytëzimin e begative. Nga se ka dallim. Ka dallim. Që t'ja bini shembull më konkret të vëllezër. Allahu xhalla wala flet në surën Ar-Rahman për begatit. Madje fillon me emrin e Allahut Ar-Rahman, që me këtë emër Allahu i furnizon dhe kujdeset për të tij. Apo. Kur Allahu xhalla xhelalu i rendit tash begatit, Ar-Rahman i gjithëmshirshëm, çka i gjithëmshirshëm? Fillon i rendit begatit. Cilën e përmend më pari? Allama al-Quran. Tani khalaqa al-insan. Mirë, në aspektin e ngjarjes, cila ka ndodhur më pari? Khalaqa al-insan më pari. Tani është allama al-Quran, apo. Po mirë, pse më pari Kur'anin tani insani? Se këtu tash nuk është përmendje begative në bazë të ngjarjes historike ekologjike, në bazë të vlerës e rëndësisë. Krijimi yt ka kuptim me çit Kur'an, dhe për shkak të çiti Kur'ani e krijuar. Prandaj ti jap kuptim jetës tonë dhe krijimit tan dhe ka qenë e vlefshme që i krijuar në bazë të raport me Kur'an që ki. Dhe sa të dëgjon Kur'an, e lexon Kur'an, e mëson Kur'an, elhamdulillah, nga se e arsyeton ekzistimin tan dhe e dëshmon vlefshmërinë e ekzistimit tan për shkak të Kur'anit. A dallon çka që thotë edhe me kundryshe? Jeta e njerëzve a dallon? Dallon shumë. Mënaj Allahu te baraka ta thotë që ti mirënjohës e na ti mirënjohës me bark çpras apo na orientoni në dimension tjetër, nivel tjetër të të qeturit falërues. Jo falërues për shkak të shfrytëzimit, por falërues për shkak të adhurimit. Nga se edhe këtu është një koncept i gabuar të ndërruar. Shumica e njerëzve misioni i tyre në raport me begatin përfundon ku? Të shfrytëzimi, apo. Këtë begati, për shkakun që na ka mësuar Allahu me komuniku, kjo begati, realisht, do më thonë, e kryin misionin e vetë, kur unë e foli me ty. Për më kryin punë. Kur unë e shfrytëzoj, e konsideroj si mision të përfunduar. A është kjo qasja e muslimanit që shtut? Jo gabim është. Misioni kësaj pajisje i shfrytëzimit është fillim i trajtimit tëm ndaj kësaj begatie. Ndërsa misioni konsiderohet i suksesshëm në raport me këtë begati, kur çka begati përmes shfrytëzimit te unë e ka shtu dozën e adhurimit. E çfarë po? Për shembull të ndërozër, jeta është begati. Më qunë sabat gjallë, mos me dim kur gjallë, begati. Shumë begati e madhe, po. E çka bën tash ti për këtë begati? Na folim sabatin. Që po çështja e parë që e bën asi çon bëjumit të folim, ose para sabat kur quhet fal namaznate. Për treguar se jeta ka kuptim për shkak të adhurimit, jo për shkak të shfrytëzimit. E shumë njerëz jetën e vlerësojnë për shkak të shfrytëzimit. Pse njerëz pritojnë me dek? S'kan qef me dek, pse? Do t'i luaj vlat, vetë sa buna shpinë, po shem tani son shkojnë mu, apo këtë e ka të lidhur me dunja materialiste jetën. Jeta ka kuptim, edhe vdekja ja prish kan kënaqësitë. Ndërsa Muadh ibn Xhebeli kur kon të dek, apo ka thonë merhaban, mirë se vjen o musafir, merhaban bi dhayfin jaa ala faqa. Mirë se e vjen o musafir, ka ardhur sofër të fukaras. Ti ardh me marr mu, po s'ki çka merr shumë valla, para Muadh ibn Xhebeli. Vjen merr mu, po çka ki me marr apo? S'merr shumë për me apo. Ka on të kumprit që sa kohë të kumprit. E kom di që ki me ardh apo. Edhe ka on vallahi nuk mjet zhrik për kur gjë që pëlqej dunjan, edhe pse më ki me marr me veti, përveç se i kaj dit që kom agjëru verës në zheg, edhe natën ju falë e kur s'kum flajt për Zotin xhallahu. Që kjo mjet zhrik që kjo kputët mua aftën. Se ka përmend ai, pa që kjo dallimi. Ai ka qenë dallat mirënjohës, ai falërues se ma ka dhënë jetën e mundësinë me të dhuru, me të përmend, me agjëru. Prandaj të ndërvozër ka kuptim ajeti që Allahu thotë tek agjërimi lealekum tashkurun, që t'jeni falërues e na bark zbrazun, falërues
e s'kena hongër, për faktin se falënderimi duhet me e tejkalu dimenzionin e konsumit begative, që begatia të jetë kujtues i dhuruesit begative, e që të rëpoptë. Prandaj, çdo begati që e konsumon, e përdor, e shfrytëzon, përdore në kujtim të Allahut Azza wa Jall. Të kujdesi ti që të shton dashnin për Zotin, madhnin për Allahun dhe prodhon efekt të adhurimit, qoftë në aspekt të sasisë apo qoftë në aspekt të cilësisë. Ose ta përmirëson namazin, ose ta shton nafilen. Diçka bën, ama nuk ka mundësi një besimtar me marr begati, me konsumu dhe misioni i tij me përfund tek shfrytëzimi. Jo, kjo gabim është. Prandaj të ndërrozër, na duhet gjithçka që kemi me e shfrytëzu në shërbim të kujna të adhurimit, për që ta Allah na ka krijuar. E adhurimi është më të kujtu ahireti, më të kujtu fukaraja, minimu dikujna. Këto këto adhurim. Mirë po, me u ndal procesi i begatis vetëm tek shfrytëzimi, është padyshim qasje shumë e mangët. Pra na duhet që përmes agjerimit ta ringjallim dhe ta ndërtojmë si duhet konceptin e të qenë ndaj Allahut falendërues. Dhe në përmbyllje duhet të përmend dy gjëra me rëndësi të rëndësishme, lidhur me këtë që thash. Nga se këto nuk duhet na mi marr, na kanë dosan i marrim, po e kam dëgjuar, ka dal. Na nuk pak, mënoje pak. Nuk ka bashkë thjesht kjo punë, apo. Të ndërrozë për shembull hadithi i Aishës që flet për namazin e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Apo sa gjatë është fale, disa e kanë fry komte, apo. A din sa kallajna e kalim këtë tim. Është fal pejgamberi disa e kanë fry komte. Po a din sa dash më fal për më të fry komte vëllai. A dini? Që hadithi ibn Mesudit që flet është fal me pejgamberin natën. Ibn Mesudi është fal me pejgamberin asam natën. Thot filloi surën Bekare, edhe thash përfundon te ajetin 100. 100 ajete pikënane për shkak në ruku. Tha ka përse 100 ajetet nuk ran ruku opta. I thash i lexon 100 tjera shkon ruku. Ajeti 200 nuk shkon ruku. Surën Bekare. I thash vetes vet, domthon e lexon surën Bekare edhe shkon ruku. Nuk shkoi thot i mësues më shkoi mendja për të keq. I thanë çka shkoj mendja, më shkoi mendja më do. S'e bëj më. Po shgat. Pastaj të përsi me zonin po ku kryo po. Domthon e ka kryer surën Bekare, e ka kryer surën Ali Imran, e ka kryer surën Nisa. Sa i bën me këtu për një recat Allah e çka çon. Ka ditë në Bukhari ato. Kjo s'është punë, a sahi. Le kjo sa kanë në kom. Po thotë Mesudi, në ruku ka nejt çat sonetin kom. E kupton ti? Thot pastaj sejdë sonetin ruku. Hes që do ai ke barabare njëjt apo. Sa ka zgjat namazin apo. Gjithë ky namaz Gjithë ky namaz në fund çka ka thon? Pse ky namaz? S'ka thonë kom një telashe, një gajle, nështë Allah në një mën, e kom një bërsh, nështë Allah ma këthen. Kurgjë, e fele e kunu abden shekura. Vesh, me mujtë Allah të mi abosh i qyrin, për begati që Allah mi ka thonë. Që ka që? Edhe një rast edhe në përfundim me që është e zani, mëse të gjati ma shumë. Shukane, është falë me konë falërus. E në qëfar rëthonë është falë pejgamberi e sënë? Në qëfar rëthonë është falë? Aisha thot, Aisha thot, kur bëjken sejdë, mi preke kont, mbledhu se s'u po bin sejdë. Qa që ka pas sallonin e madh pejgamberi alayhis salatu wasallam. Që për çat sub të vogël rri ke 4 orë në kom, me thonë alhamdulillah Allah se çam kjap, kush i ka dhënë. Sot një sub se ka për garderob, ngusht bre subhanallahu ametëm. Apo. Këti ka ma të shkon një për garderob, ku është alhamdulillah se ne ka pa Allah. Për pak ankomi, për pak vajtojmë, për pak na prishet disponimi e qefi. Ku është adhurimi? Madje fatkeqësisht, për një telashe që mungan e sheqi, as në xhamat s'del atë. I bjen imani, telashe toq. Po telashe ti ka qu për çto me të pru, jo me të largu piktujt, se ke lexuar mesazhin mirë. Prandaj të vëllazër, më qenë falërues. Begatin e ka pa Allah shumë, mirësi shumë na ka pa Allah xhallahu ala. Që duhet më përkthy në falërim, që është cilësi në adhurim
edhe sasi, ibadat me bo, Allah, me përmen, me njoftë Allah në azogjen. Dhe një rast tjetër, me një që është ilustrues për këtë edhe besoj që e përfundojmë. La hawla wala quwwata illa billah. E keni dëgju për xhallarëve, keni lexu një dua është që pejgamberi e ka mësuar Abu Bekrit. Ja ka mësuar pejgamberi një dua kujna Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Kush është Abu Bekri radhiyallahu anhu? Ka thonë pejgamberi për Abu Bekrin, të gjithëve që kanë kontribuar ja kanë kthy. Përveç Abu Bekrit, ati Zoti kom ja kthy. Po no, ka thonë ti sunë kthej çka ka bë mirë. La hawla wala quwwata. S'ka mundësi. E tash ja ka mësuar një dua Abu Bekrit. Abu Bekri çfarë personaliteti, sa ka kontribu, sa i devotshëm. Dihet, do njëri më të mirë, mas pejgamberit s'ka ti në kiamet. Nuk vjen, insan më i mirë se Abu Bekri nuk vjen. Që është besimi jon. Kjo so punë unë menaj valla, jo s'ka menajne. Kjo besim, s'ka ndryshe, zgudzan me menu ndryshe bile. Se këtë argumente që të qojnë. Ja kam mësuar një dua, la hawla wala quwwata illa billah. Ja kam mësuar një dua të ndrozë pejgamberi Abu Bekrit. Kur e sheh Abu Bekrin edhe duan, vallahi mos më lidhen apo. Mos më lidhen. Derisa një koment të hollë dëse djetarë është, po, që ata i ke bulemat, me qitë nuda, ja, s'mu lidhë kje, nuk mu lidhë kje, qysh është e mund shme, Abu Bekri që doa me jamësu, Allah, do është, kjo do është për nej kriminal, fort gjëna e ka bo, kur thush, këtheu të Allah me që do, po, Abu Bekri, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imati. Çfarë doja kam thonë? Për të kuptuar temën ku po duan komplet, pse ka thënë Allahu agjëra e falëndera, pse? Simi të vetëdijshëm për begatin që i kemi. Ka thonë, Rabbi inni dhalamtu nafsi dhulman kathira. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. I tha Abu Bekr, thuj, o Zot jam, shumë i kom bo zullum vetës tam. Apo, falem, s'fal gjuna kush pas teje. Mëshiram, ti i falës të mëshirshëm. Pse mëna që ka bo? Që ka bo? Ti me një hoqën të bojë qështu, thush, valla hoqën pas ka shkel, dikun amë. Apo, s'ka mene? Fart, lip ke falë, dy që ka bo hoqën, të ke o Zot falem, dy që ka bo. Da qështu e lidhëm, apo? E të ardjetarë kërë e komentu, pse Abu Bekri ja ka mësu pejgamberi, me thunë Abu Bekri për vetës, thush, Abu Bekri që shtu se ka vlerësu vetën, që ashtu modestia tina, jo, pejgamberi ja ka mësu. Pse? Kanë thonë djetarët, ka shumë arsye, a dhe një prej cila unë me kona, që është ti, je konë me të në shpelë, je konë shok i pejgamberit në udhëtim në hijret. Kur përmenë pejgamberi, përmenet edhe Abu Bekri, apo? A ne me qëfar i badit e lonë këtë mund të jetë? Këtë shërbim që ta ka mundësu Allahu me një pejgamberit, me qëka e lonë të jetë? Jetë bërë gjithë, a ne kërko falje për begatit, jo për mëkatet. Begatia që e ki pejgamberin shok, dënë shumë shukër. Të i mangë këti, apëton. Plëtsoj me kërkin falje, apëton. Rejtë të nërëzër, shika sa bukur linë sënë në islam, me të agjerime. Dhe më thonë, ti jemi falëndërues me kuptimin që e ceka. Jo veç falëndër për begatit, që i hajmë i konsumojnë, po për begatit që në ka gëzo Allah me të në udhëzim, e kështë më radhë, dhe pastaj në pamundësi Allah me e falëndëru. Me qëka përfundë në Ramazani? Dhe të më ramë të, qëka konë të masunti? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. I ka ndashur që të më shumë të. Apo lidhet çai ka në Abu Bekrit, i ka në çikës Abu Bekrit. Është ditë i ka. Ai i ka çito, thu Allah e falës kër çito më shumë të lipë natën e 4 me çtata. Nga se ti jemi ndaj Allahut falërues, është përpjekje, mund, po gjithmonë borxhli. E plotësojmë pastaj pamundsinë e falërimin me
kërkim falje. Edhe që shtu merr kuptim kur estagfirullah. Se dikush thot, njënin pa tonë e hoxhun, po kërkoj falje, po valloj s'po dita për çfarë më kërkoj falje. Para më një punë nuk kam ta dëgjoj tha, po s'po di tha. Një herë dy herë tham, do më judoj këtë tepër thon, për shembull 100 herë estagfirullah dhe 100 herë për çfarë më thon 100 herë. Ai është sinqert, është shfaj atë po. A kuptoj? Ai më nëse do të më shumë vrodi kanë, tani më thon estagfirullah. Me pi drogë. Të më thonë, o Allah, falem se që këmë bëhuna. Për që të namaz që e falim, a du të më në stakfirullah? Pa si t'jepëm selam me stakfirullah. Pse Allah? U munova Allah, më ke nëru me namaz, ma ke besu, ibadetin ndaj ti, mu ma ke besu. Tjerë si ke marë, mu më ke thirë. Mangët, fukara. Qështu po. Qështu po. Po në gjinajën e, po në spahas, po pijën e. Kjo mas letër për mu për me botë, për tjera, po kujen tjera të atën? I varfën, falënderim dhe Allah të gjellë. Andaj që shtu merë kuptim falërimi, e që shtu merë kuptim kërkim falja. Kërkim falja, pëtën. E që shtu e ki gjithmonë mendim në i për Allah, a i tjep, a i kujdeset, a i të njëmën, na jemi të ledhët, na jemi bërshli, apo? E pastaj, kur të mungon i begati, i thushu, se sa më ka epë, sa rani këto me përmena të. Ama kur mënen që të ka bërsh me tjep, e sa së tjep, ku me të zëtë, apo? Atëre, as ka falënderim, as ka kërkim falje. Pse? Se pozicion e gabu me kia, jetë të këshur nga pozicion i meritorit, unë e meritaj, apo? Qëka meritan të me tjepë Allah Gjellillah? Qëka meritojmë na? E nëmna që Allah së ne hapë që meritojmë, po ne hapë ato qëka aje dënë për neve, se njerëzit, Allah në falët, në mangësi tona e ndopsi tona. Kjo nuk është zhgënjim, kjo nuk është dekorim, kjo është ripozicionim në raport me Allah Gjellillah. Ta bash pozicion e robit, unë jam i shkret, i varfër, i dopt, shumë ke begatu, shumë ke nëru, shumë ke rujt, që kjo është, me thonë drejt, falërimi jam, me mundësit e mija, falem o Allah pëlqimet e mangësit, që kështot të nërëzër merë kuptim, elhamdulillah, e përjetën kërë e stakfirullah, nëse s'ki qaset e këtil, fjale e stakfirullah të një thush, për thëmë se ka thonë pejgamberi, ama ndifshë për që për thëmë, apo ja s'ban kështë të gabim e shkepun. Allahu na i falët me kazët tona, Allahu na bo falëndërues, Allahu na bëf nga ta që e përmendim, Allahu na bëf nga ta që kërkojnë falje, Allah i falë gjunahet. Allahu na begatov me mirësitë e tij, e na rujt begatin më të madhe që është Kurani, e udhëzimi, e Islami. Allah i begatov familjet tona me udhëzim, e me shëndet, e mirëqenie, rahati. Allah i begatov këtë vend me udhëheqje duhur, e me njerëz të sinqert, e të vyshëm, e të zellshëm. E Allahu i begatov xhamia tona me xhamat që duhen me vetë respektohen, edhe nderohen së bashku me imamin e tyre, edhe të gjithë neve, Allahu na falt, e na mundësof që ky Ramazan me kalu, e ne ndaj Allahut falërues dhe Allahu falës ndaj neve. Zoti është më i falënderit shumë, hoxhë nderuar, xhamat nderuar, vani Allahut për këtë zgjatje, po nëse Allah që na takon mirë gjithmonë, Zoti është